është një debat më shumë mediatik se sa real. Me që për ta bërë çik kryefjalë me që do ikte dhe kryeministri. Siç duket, këto jetojnë me propagandën, propaganda nuk është jetë gjatë. Do thënë gënjen një herë, gënjen dy herë, pastaj realiteti të përplaset në fytyrë dhe ti e shikon. Dhe një tjetër që u përplas në fytyrën e galerit, veçanërisht dikujt që i njeh mirë fatin e zgjedhjeve të 11 majit, ishte Sara Mile. Përtoi mazhorancat, bënte një performancë nga ato që dikur sa përsye faqe i bënin të mira, pse ishte e domosdoshme ajo? Nuk e di. A e vuri re, se besoj zoti Galer që në zgjedhje ka dëgjuar për zonjën Mile. Shiko, zoti Galer nuk e di pse bën këtë zgjedhje, është çështje e tyre për ekipin që duan të përfaqësohen, ndoshta kjo është sot Partia Socialiste. Zoti Galer ka bërë disa deklarata të forta për zgjedhjet. Ka bërë deklarata të cilat e vendosin legitimitetin e zgjedhjeve në pikpyetje dhe deklaratat e forta kanë pasur edhe nga ana e kryeministrit një sulm verbal ndaj tij, kështu ndodh gjithmonë fakt me përfaqësuesit. Në Bruksel, në mbledhjen e komisionit të jashtëm, ku unë kam qenë prezente, zoti Galer kur ka prezantuar raportin për zgjedhjet në Shqipëri, ka thënë që në ato qytete që unë kam qenë prezent, ka marrë informacione që krimi i organizuar nuk ka lejuar rotacionin politik. Dhe kjo është deklarata më e rëndë që mund të bëj dikush për procesin zgjedhor. Ne diskutuam dje me zotin Galer mundësinë që mbas raportit për Shqipërinë që do të diskutohet një javën vijim, do të prezantohen amendamente. Raporti për Shqipërinë prezantohet nga një reporter socialist, në fakt, dhe ka vetëm një anë të medaljes. Do të përgatisin dhe grupet e tjera politike amendamente dhe propozime për situatën e tyre, do të vi komisionerja për raportim, do të vi njëkohësisht edhe një rezolut për Shqipërinë, një hearing për Shqipërinë. Është e vërtet që sot gjeopolitika na imponon dinamika të tjera, se nuk jemi edhe me që jemi këtë dinamikat e reja. Ta përfundoj fjalin, nuk jemi në konflikt, pra nuk bëhet fjalë për Rusinë që ka sulmuar Ukrainën ose luftën që po bëhet në rripin e Gazës. Është projektori nga ne? Por, këtë dua të them, por situata është e tillë që i ka kthyer projektorët nga ne. Zgjerimi tashmë është çështje sigurie. Është çështje sigurie në rajon, është çështje investimi strategjik për të ardhmen, interesash e kështu me radhë, po kjo s'do të thotë që ky nuk do jetë një proces në rritje dhe që do mbyllen syt. Është një pjesë e një loje të vogël, një tango e çuditshme BSHBA, ku çuditërisht ne gjendemi gjithmonë në këto mese të pakëndshme. Por para se të arrim te ky momenti, një kuriozitet tjetër që kisha sa i takon këtij misioni, duket se është krijuar përshtypja, perceptimi edhe nga mesazhet që ka dhënë vetë Europa që nuk ka më atë dashuri pa kushte ndaj Ramës, nuk ka më atë marrëdhënie jashtëmartësore ku gjithçka lejohej. Ka një ndryshim të vërtet të BE-s ndaj Ramës? Unë nuk di të them marrëdhëniet e tyre. Jo personale, flas. Jo, marrëdhëniet e tyre në kuptim në raporteve qeveri komision, po unë di të them me siguri që reforma në drejtësi, lufta ndaj korrupsionit, po sidomos sfida që po bëhet me zëvendës kryeministre në këtë moment, për të krijuar një precedent për të ardhmen dhe një mburoj politike që parlamenti po jep sot korrupsionit, nuk janë çështje as të një individi, as çështje të listës dëshirave të opozitës, po janë çështje të integrimit evropian. Është vije kuqe? Në gjykimin tim është vije kuqe. Në gjykimin e shumë prej partnerëve ndërkombëtar që ne diskutojmë, sigurisht që është më shumë se një vije kuqe.